Atëherë, faleminderit vetim për ftesën dhe mundësinë për qenë sot i pranishëm për diskutuar lidhur me raportin e Komisionit Evropian lidhur me sistemin e drejtësisë, duke pas parasysh që është një dokument shumë i rëndësishëm që vlerëson progresin e arritur të Kosovës drejt parafrimit me Bashkimin Evropian. Ne si Këshill Gjyqësor dhe Sistem Gjyqësor në përgjithësi e mirëpresim raportin e progresit për vitin 2025 sa i përket sistemit drejtësisë dhe gjyqësorit në përgjithësi, ku raporti në përgjithësi njeh përkushtimin e udhëheqjes së KGK-s për avancimin, transparencën, përmirësimin e performancës gjyqësore dhe zbatimin e reformave për efikasitet më të madh, përfshirë miratimin e strategjive që u theksuan edhe gjatë prezantimit, siç janë për strategjia e re e komunikimit dhe strategjia për korrupsionin dhe krimin e organizuar, e gjithashtu edhe vlerëson të arriturat edhe në trajtimin e lëndëve të vjetra në përgjithësi. KGK dhe sistemi gjyqësor në përgjithësi e mirëpret vlerësimin e këtyre dokumenteve strategjike dhe përkushtimin e tij për forcimin e sundimit të ligjit, duke theksuar se gjatë kësaj periudhe e theksova se Këshilli Gjyqësor ka miratuar planin për komunikim në sistemin gjyqësor 2025-2027 dhe planin strategjik për trajtimin efikas të lëndëve të korrupsionit, keqpërdorimit të detyrës zyrtare dhe krimit të organizuar. Po ashtu, Këshilli Gjyqësor dhe sistemi gjyqësor në përgjithësi mbetet i përkushtuar në përmirësimin e funksioneve menaxheriale dhe mekanizmave llogaridhënës për të siguruar performancë dhe cilësi në punën e gjykatave në përgjithësi. Po ashtu, pavarësia dhe paanshmëria e gjyqësorit mbeten parime themelore në funksionimin e sistemit dhe çdo ndikim i papërshtatshëm është i papranueshëm. Po ashtu, Këshilli Gjyqësor dhe sistemi gjyqësor në përgjithësi njeh zbatimin e qëndrueshëm të sistemit informativ për menaxhimin e lëndëve dhe forcimin e zbatimit të kodit etik dhe procedurave disiplinore, dhe po ashtu sistemi gjyqësor në përgjithësi do të vazhdojë përpjekjet për garantimin e drejtësisë së paanshme, transparente dhe verifikimit të pasurisë gjyqtare në përputhje me rekomandimet e Komisionit të Venecias. Në fushën e efikasitetit, sistemi gjyqësor përgjithësi në bashkëpunim edhe me tërë akterët që janë në këtë fushë, theksojnë afërmitetin që të marrin masa konkrete për përmirësimin edhe të efikasitetit dhe zgjidhjes së normës së rasteve përkatësisht reduktimin e lëndëve të vjetra që janë të grumbulluara. Ne mbetemi të përkushtuar që të rrisim angazhimin tonë dhe të bëjmë përpjekje që të gjetrat e këtij raporti të jenë edhe në fokus që në vitin e ardhshëm dhe të jenë prioritet në fushën ku ne si gjyqësor i mbulojmë apo të gjetrat që i ka konstatuar ky raport i progresit. Mund të them që gjatë kësaj periudhe raportuese është bërë një punë e madhe nga ana e Këshillit Gjyqësor dhe gjykatave në përgjithësi, edhe vetë raporti ka konstatuar të gjetra, megjithatë ne në ato pika ku ka konstatuar se ka ngecje do të bëjmë përpjekje që të mobilizohemi dhe të gjejmë zgjidhje sa më të lehta për të eliminuar gjitha ato të gjetra që janë konstatuar në raportin e progresit. Do të flasim me siguri edhe për problemet edhe për sfidat që e presin gjyqësorin në vazhdimsi. Zoti Krasniqi, raporti përdor shumë herë fjalët duhet përmirësohet dhe zbatimi mbetet sfidë. Çfarë ju bie më shumë sy kur lexohen këto fjalë në këtë raport? Atëherë faleminderit shumë për ftesën. Para se të përgjigjem pyetjen tuaj, më lejoni që të sqaroj pozicionin tim këtu, për shkak të zhvillimeve të fundit që kanë qenë në Këshillin Prokural të Kosovës. Ju me siguri që i keni pa dhe i keni përcjell me vëmendje këto zhvillimet e fundit, që nga ardha ime në Këshillin Prokural deri më sot, gjithmonë i kam subordinu ftesat e tilla për të qenë në misione të tilla, nivel të kryesuesit dhe zamës kryesuesit, mirë po duke parë parasysh zhvillimet e tilla, atëherë sot jam këtu në kapacitet individual, në kapacitet të antarit të Këshillit dhe për aq sa do të mundem t'ju përgjigjem pyetjeve tuaja do të bëj përpjekje të adresoj. Sigurisht që raporti i progresit ose raporti për vendin është një nga dokumentet që duhet të na
shqetëson të gjithëve në veçanti Këshillin Prokurorial, sepse kërkohen shumë veprime, shumë veprime të cilat kanë nevojë me adresu çështje të caktuara. Mirë po, si Këshill, edhe pse e kemi këtë raport, ne nuk kemi diskutu ende, sepse normalisht po flas si Këshill nuk kemi diskutu, sepse në kapacitete individuale ne i kemi po. Personalisht kam shqetësime për shumë çështje që i përmend raporti i progresit, edhe ndoshta gjatë bisedës do të kem me trajtu, mirë po, ajo që bie në sy, përsëritja e vazhdueshme që reforma do të jetësohet, dhe fakti që ka filluar një reformë në Këshillin Prokurorial në qershor të këtij viti, këto debatet e fundit që po i shohim sot janë efektet e kësaj reforme. Prandaj, ndoshta është pak herët flitet për progres në kuptimin e realizimit këtyre sfidave që i ka identifikuar raporti, mirë po reforma vetëm ka filluar nga qershori i këtij viti. Si mund të përshkruajmë shkurt këto zhvillimet e fundit, me qenë se lidhen edhe me këto që janë konstatuar në raport progresit, lidhen me proceset e rëndësishme që duhet me i zhvillu Këshilli Prokurorial. Kosova ende se ka një kryeprokuror të shtetit, kjo pozita hala ushtrohet nga prokuror të zyrës kryeprokurorit, patëm shkarkim të ushtruesit detyrës së kryeprokurorit nga Këshilli, emërim të një tjetri, por nuk ka pasur veprime për të shkuar drejt një procesi të zgjedhjes së kryeprokurorit. Po, e kam thonë edhe dje në takim të Këshillit, zhvillimet që kanë ndodhur sidomos këtë kohën e fundit nuk janë të reja, nuk bëhen fjalë për 2-3 ditë, janë aktivitete ose zhvillime që kanë ndodhur që nga qershori i vitit kaluar. Po më në tek këtij viti kur ka hi në fuqi, nëse s'gaboj me 5 qershor, ka hi në fuqi zbatimi i ligjit 3. Nga 5 qershori e tutje, do të thotë ligji i ka dhënë efektet e para. Dhe siç keni mujtë me po në këtë ligj, përveç përbërjes së Këshillit, që është një përbërje e re, redukton përbërjen nga 13 në 7 anëtar, ka paraporë disa dispozita tranzicionale, që ndërtu përmendet edhe fuzionimi 2 komisioneve të përhershme të Këshillit në një, Komisionit për Buxhet dhe Komisionit për Administrim në një, dhe obligimin e Këshillit me nxjerrje një rregullore të re për zgjedhjen e një anëtari 3 të Këshillit nga radhat e prokurorëve. Normalisht në momentin kur ka hyrë në fuqi ligji, Këshilli ka themeluar një grup punues dhe ka nxjerrë një rregullore të cilën prej që jam unë në Këshill, mendoj që është një nga rregulloret që i kanë ndjek gjitha rrugët e mundshme nga debatet publike, konsultimin me shoqërinë civile, partnerët ndërkombëtar, dhe kemi një rregullore vlerësoj të një niveli shumë të lartë. Por, siç keni mujtë me pa, e gjithë kjo zhurmë, le të themi, ka ndodhur për shkak se të një procesi që lidhet me zgjedhjen e anëtari. Ju e keni pa, zyra BE-s në vazhdimsi e ka qortu, le të themi kështu, mazbuti Këshillin Prokurorial me disa letra, e përmend edhe në Këshill ku ka pas me hyrjen në fuqi të ligjit, ka pas përpjekje që të bëhen zavancime të anëtarëve, por ajo që nuk ndodhi në tërësinë e tij, po të lëvizje të vogla, le të themi tërheqja një anëtari të Këshillit, i cili po ashtu u shpërblyi në një farë forme duke lëvizur në prokurorinë speciale, por reforma, duke dhënë efektet e saj, erdhën në një situatë çfarë jemi këtu. Kjo ishte sa i përket procesit të zgjedhjes së një anëtari të ri. Anëtari i ri, ju e keni pa, u zgjedh në një konferencë nga 74 prokurorë të shtetit. Dhe vetëm pas kësaj, pas këtij rezultati, si duket dikush nuk ishte i kënaqur me këtë rezultat, dhe përpjekja vazhdoi deri në masën që të ndalojë certifikimi. Dje, në rand të ditës, kishim certifikimin e rezultatit zgjedhor. Dhe krejt papritur, na erdhi propozimi për shkarkim të ushtruesit detyrës të kryeprokurorit të shtetit, zotit Besim Kalmandi. Ne nuk kishim informacione të tilla, na erdhi befasi, dhe befasia ishte prej nga vinte propozimi. Dhe normalisht e kundërshtuam fuqishëm, dhe ajo që dua të nënvizoj këtu është, ne nuk kishim mënyrë tjetër post lëvizshim të largoheshim nga salla për të pamundsuar kvorumin, sepse qëndrimi ynë në sallë
do t'i kontribonte shkarkimit të kundërligjshëm dhe arbitrar të zotit Kelmendi, për cilën ne nuk pajtohemi asesi që do duhet të ndodhte. Prandaj e kundërshtu me format tona dhe ju e keni pa me siguri në fund të takimit. Kur largohen të 5 anëtarë të Këshillit, kryesuesi vetë konstaton që nuk ka kuram për të vazhduar tutje. Dhe mbyll takimin. Pas disa minutash, të njëjtit kthehen me 5 anëtarë, vazhdojnë kundërligjshëm shkarkimin, me pas për të vazhduar me një vendim tjetër të kundërligjshëm caktimin e një prokurori tjetër në këtë pozitë. Kjo sikur e tensionoi në maksimum situatën dhe nuk patëm zgjidhje tjetër pos të zhvendosemi në një konferencë në 5 anëtarë tjerë të Këshillit. Pra nda 2 grupe në Këshill Prokurorial. Po, ju tashmë gjithçka është publike. Kjo pjesë nda në 2 grupe, një grup ka mendime tjera, sepse reforma duhet vazhdoj, duhet natyrshëm të përfundoj mandati i anëtarëve të Këshillit, dhe një grup tjetër që do mos don me pengu një proces të zgjedhjes një anëtari të ri, që bëhet fjalë për janar të vitit 2026 dhe krejt këtu lëvizje vinë për shkak se dikush është i pakënaqur me zgjedhjen e këtij anëtari të ri. Por ajo që duhet të nënvizoj është që anëtari i ri është zgjedhur. Këshilli ka vetëm aspektin formal të certifikimit dhe çdo përpjekje për ta pamundsuar zgjedhjen e anëtarit të ri, unë mendoj që do të jetë vetëm tentativë, sepse anëtari i ri është zgjedhur me një nëntor dhe mandati i tij fillon në janar të vitit të ardhshëm.